Unë kom qef me konë realiste çdo herë, po neve si shoqni na pëlqen ka pak me gënjy vetën, na pëlqen ka pak me gënjy të tjerët, na pëlqen ka pak me lujt me bulojra me fjalë, se nështë kemi frikë me qenë të vërtet, kemi frikë prej paragjykimit, kemi frikë prej mendimit tjetrit, prej pajtueshmërisë ose pranueshmërisë. Kështu që kanjeri ja bojmë pak vetës rash, o pak edhe tjetrit. Nëse dikush të pyet realisht për një mendim tonin, ti e din që e bën nështë mu një keq nëse ja thot vërtetën, kështu pak me manipuluar dhe m'ja bo qefin që ati personi, po pa dash një prish nështë raportet. Nëse vnojmë theksin të lidhjet, atëherë nuk menoj që asnjëherë një raport mes dy personave me u ndërtu mbas të gënjeshtrës, se herë do kurdo ajo vetë se ka me dalë, herë do kurdo ka me dalë një e vërtet që nështë dikur ka mujt me na dhimbë shumë, po kur e marrin vesh halo mas shumë kohës, nështë ma e madhe është doza e dhimbjes. A mendojnë që në qeft janë 100% të vërtet? Në fillimet e lidhjeve, tu e pas parasysh edhe vetë kom qenë fillim të lidhjes, nështë akret tentojmë ka pak me qenë dikush tjetër, me boj pëlqyshëm prej partnerit, edhe fillojmë nështë me u përshtat, me thonë që po edhe mu më pëlqen qashto, ose po edhe në menej qashtu se te, dhe nështë apret që me kalimin e kohës me fillu me janë ndryshu që ato mendime, që ato prishmërit prej partnerit edhe mundesh nështë pak me qalu rrugën, po... Për ty ka qenë ai momenti kur e kuptove që tash po i shfaqin fytyrat e vërteta? Prej ditës parë kom qenë e vërtet, po nështë me kalimin e kohës kom pas edhe sfida prej realitetit, po bona shumë reale se ndoshta se cili rritet me një mënyrë të ndryshe prej tjetrit edhe i ka disa situata familjare që të pjekin, përgatisin, t'i krijojnë disa përshtypje, prishmëri prej jetës, ndoshta prishmëri prej partnerit, edhe figura jote nuk është që vjenën pa prej kur ti njoftosh me një person tjetër gjini skondërt. Mirë po, unë gjithë kom qenë shumë e vërtet edhe ndoshta që ka qenë një prej arsyeve kryesore që partnerin tim e ka bo shumë të fokusu mas me edhe sot jemi vetë se prind bashkë edhe kemi kriju shumë gjana njetë, mirë po nuk menoj asnjëherë që gënjeshtra ka me pas vën edhe rëndësi në raporte. Edoan, sa indikojnë në lidhje gënjeshtra që të afrohen më shpejt drejt divorcit? Besoj që ndikojnë shumë gënjeshtra të për shkak që pritshmëritë si nga njëri apo tjetri bashkëshort janë më të mëdha se sa një gënjeshtra dhe dikur këto gënjeshtra dalin mandena ka irritime mes çiftit edhe këto mandena hyna për procedura gjyqësore, jo shkruarzime, jo çështje tjera të cilat nuk janë të përshtatshme për kur njërën palë. Endrina, nuk e morëm një mendim nga ti. Unë e kam pak ma ndryshe, përbes po tregojmë pak realiste i përdori të dyjat. Se zakonisht këtë parën e përdori kur dikush më shkon fart nerva, mundona me largu, mos mi dhon llogari edhe ja bëj të vetën. Për shembull në lidhje, dy bashkëshort nuk janë asnjëherë njëjtë. Kanë mentalitete ndryshme, mendësi të ndryshme. Unë kanjëherë ja bëj qefin, pse jo? Diçka. A të ka ndodhur ndonjëherë partneri me ta kuptu gënjeshtrën, edhe mu lëndu prej saj? Jo mu lëndu, se s'janë qaq gënjeshtra të ronda ato, po është mësu me mu. Për 5 minuta bojnë gjysore. Që mujnë me qenë fjallë që ty të nxjerrin prej situatës, po nështë jo drejt domosdoshmërisht me qenë gënjeshtër, po menoj. Përbes me aftësinë e jashtëzakonshme të grave. Nuk e dim atë që shmiqujt, po në fundit konsiderohet gënjeshtër, apo jo ves? Ka i bjen ajo kur dën me unë nxjerr nga situata. Për shembull ti vonosh është të prit, i thuaj që vin ora 3, po ti shkon 4, ti e ke një arsye pse ke shkon 4. Nuk është shembull që ti ke bënë. Po veç nëse të kanë telefonuar dhe ju ke thonë që rrugës janë për 5 minuta, realisht